Muaji dhjetor vjen me ngjarje të rëndësishme botërore. Tani do t'ju tregojmë disa nga datat kryesore që shënohen këtë muaj. 1 dhjetori nis me ditën botërore të SIDA-s, që rikujton rëndësinë e parandalimit dhe mbështetjes për personat që jetojnë me HIV. Në vijim shënohet 2 dhjetori, dita ndërkombëtare për heqjen e sllavërisë, një thirrje globale kundër shfrytëzimit dhe trafikimit të qenieve njerëzore. 3 dhjetori është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar, që synon përfshirjen dhe barazinë në shoqëri. Me 4 dhjetor shënohet dita ndërkombëtare e bankave. Kurse 5 dhjetori njihet si dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, si dhe dita botërore e tokës, që thekson rolin e shoqërisë civile dhe të qëndrueshmërisë. Ndërkohë me 9 dhjetor shënohet dita e kujtimit për viktimat e gjenocidit, si dhe dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Me 10 dhjetor, e gjithë bota i kujton ditën e të drejtave të njeriut, një nga datat më të rëndësishme të Kombeve të Bashkuara. 20 dhjetori është dita botërore e meditimit dhe për të mbyllur muajin, 21 dhjetori shënon ditën botërore të basketbollit dhe ditën ndërkombëtare të gatishmërisë ndaj epidemive.